Ju përshëndes, mirë se erdhët në Reze Dielli. Në ditën e sotme, në kulmin e javës, në fakt, do të prezentohemi me një intervistë shumë interesante, të cilën nuk arritëm do të ndihmë ndje për shkak të zhvillimeve politike, por që sot po e prezantoj për publikun edhe një herë, bëhet fjalë për një shefe gatimi e cila ka mahnitur Italinë për 25 vite. Silvana Musej është bërë pjesë e një projekti këto ditë në Shqipëri Buk Kripe Zemër, ku ka gatuar bashkë me shefas shqiptar për arkitektët më të mirë të botës. Do të na rrëfej këtë eksperiencë, do të na rrëfej se si ajo ka arritur të jetë në majat e gastronomisë italiane në këto 25 vite, duke u përfshirë kohët e fundit, vitet e fundit edhe në rritin kanal televiziv italian Rai 2, ku punon si shefe kuzhine aty, është përzgjedhur si imazhi vetmja shefe italiane e gatimit, e cila është përzgjedhur si imazhi i përparses franceze. Këtë fat e ka patur Silvana Musej me dhjetra medalje, medalja e arit, fituar së fundmi në Afin, e cila aty përfaqësoi Shqipërinë, doli e para. E shumë të reja, marrëdhëniet me familjen, kthimi në Durrës her pas here, familja e saj, fëmijët, gjithçka do të na rrëfej Silvana për gjithë karrierën, vështirësitë, sfidat e saj në Itali. Kemi një bisedë gjithashtu me një përfaqësues të komunitetit egjiptian, ai është piktor, rrëfen prejardhjen, identitetin e tij përmes artit, do të na rrëfej momente dhe copëza të bukura nga ky pasion. Pasioni ynë më i madh është gatimi, kështu që shkojmë njëherë në kuzhinë me Albanën. Mirëmëngjes edhe një herë nga kuzhina, mirëmëngjes se të gjeta Albana. Në kuzhinë kebab ti? Kemi punë sobe, furre sot? Kemi, edhe andej edhe këte. S'kemi gatime të ftohta, por direkt, jo këtën po e lës, po ta kursej këtë, kemi furën e ngrohur në 220 gradë. E para ngroha furën patën se çfarë recete kam, sepse dihet që jemi me gatime me kungull. Pet në kungull. Pispili mund t'i thoni si të dëshironi ju. Me mjell misri apo me mjell gruri? Me mjell gruri. Me mjell gruri. Atëherë, me sakta është pet në kungull. Kungullin e kemi, e kam marrë jo jeshil, e kam marrë në këtë ngjyrë jo jeshili aerët, normalisht ndryshojnë edhe shijet, patjetër që ndryshojnë. Pres marrë edhe jap direkt në rende për të krijuar atë masën që më duhet. As masë holl, por të jetë pak më e trashë të ndihet shija e kungullit. Nëse dëshironi mund të shtoni bishta qepësh të njoma, nëse është opsionale. Unë i kam dhe për gatimin tjetër dhe kështu do vendos pak bishta qepësh. Normalisht kam bimë aromatike, ku është djathi, është veza, qumshti, që është bylmet. Kam kripën piperin, nëse e keni me miell të zakonshëm, do të shtoni pluhur pjekos ose sod. Unë nuk kam nevojë fare, sepse e kam këtë luks, e kam bishtë mega luks, që kam farina hap. Pra kam menduar atlasi që të kem edhe të gjitha në një. Kemi zgjedhur këtë pa aromë portokalli apo limoni, të thjeshtën, që ka këto pluhurat e gatshme. Është një pluhur i gatshëm. Është edhe për ëmbëlsira shumë i mirë. Ja, dhe përdorim edhe për piten. Pra kungujt, i grim në rende. E mira është që te kungujt i spërkasim me krip në fillim fare. Jo ta shtojmë kripën tek qumshti. Do thoni ju, njësoj do jetë patjetër, njësoj do jetë ju, po si rend është me i duhur. Për mos të vëshërsuar punën, vendosini të gjitha në një tas, i përzini dhe ja ku i keni. Çfarë duhet, çfarë mungon, vetëm dashuri, asgjë tjetër. E këto e kemi, kështu si përbërës kryesor. Kemi me shumicë, dashurinë dhe energjinë e kemi me shumicë. Po të kaponi kështë... Duhet patjetër të jetë ky përkushtimi për çdo recetë, sepse ato recetat pastaj nuk janë dhe të shijshme dhe përmes e kemi thënë edhe dje tham që në çdo gatim, duke qenë se e përmendim shpesh që po se ke dëshirën për të gatuar, nuk dalin recetat. Jo, është e vërtet, nuk është mit. Dashuria për gatimin, për kushtimin që jep, energjia që jep gatimin, ndikon edhe tek personi që e konsumon. Kështu që kujdes për kë gatuani dhe si gatuani. Do thoni ju, po të gatuajmë ne tani, po ta kemi dhe mendjen me përkushtim, po ti jep zemrën atë. Po nëse familjes tënde i gatuan, nuk i gatuan komshiut. Pra njerëzit e loçkës tënde, që është fëmia dhe njeriu tënd që ke bërë fëmijën, çfarë flet? Me dashuri do t'i bësh. Të pjesë, po. Me dashuri do t'i bësh. Kam edhe kungullin e fundit,
Pra, ky do të qëtë kungull me dashuri, sepse kam folur vetëm për dashurin. Edhe këto lëshojnë në goxha lëngje, do t'i mbledhim lëngjet, ne do t'i lëm aty. Aty do t'i lë, sepse shtojmë më pak. Nëse ne do bëjmë qoftët, pa tjetër që te qoftëja për shumë mua nuk më duhet. Kurse këtu përse unë... Ka shumë receta që the. Bëjmë në rende kungullin. E marrim e shtrydhim. Përse du ta shtrydhim kungullin? Për çfarë arsye? Marr spinaqin, shtrydh spinaqin, përse duhet? Përse mua më duhet, sepse është ekstrakti i perimes. Ja e mbarova edhe këtë edhe... Janë elementet aty vlera aty shqyse edhe tek lëngu, kështu që ne nëse largojmë lëngun, kemi larguar edhe një pjesë të shijes dhe të vlerave. Më mirë shtojmë pak miell më tepër. Bravo, po. Si puna e djeshme për shembull, nëse të përdorni atë miellin e thekrës, është tepër e vështirë që të lidhet me panxarin. Është tepër e vështirë. Pra, pite me funguj të njom, me qumësht, me vezë. Do të shtojmë bishta qepësh, kemi edhe pak djath, kri, piper të zi, bimë aromatike, për shumë të fungulli shkon shumë mirë koperi, të dyja edhe majdanozi, pak më tepër koper për ato aromën dhe qetësinë që ai ka. Jemi në fazën tani që produktet pra, është opsionale. Si të dëshironi ju? Vetëm thjesht kërkon që të jetë imët, të jetë në nivelin e grirjes së kungullit. Po këtu, pra kam 2 tasa, do të shtoj. Shtoj me dhe koperin. E dini shumë mirë, larjen e koperit. Të gjitha bimët aromatike lahen duke qëndruar drejt, si që janë të tilla. Në një kulles, derisa të hikin dherat. Në fund fare merr dhe i hap në sod. Po, pra i lajmë, i shplajmë, i lëmë që të pullojnë dhe më pas në sod. Për t'i ruajtur, gjëja me e mirë, merrni me letër guzhine, që t'i merrni lagështirën. Në të kundërt, si që keni këtu, me një qese membran, duke hapur 3-4 vrima dhe qëndrojnë kështu, kaq të freskëta. Në të kundërt mund t'i me vendosni me letër pjekit isha thosha unë, me letër guzhine sërish dhe duke vendosur në tasat që i vendosin në frigorifer. Këtu mbarova i heq i largoj. Frigorifer, se tani me këtë vap, janë mundësit më të mëdha për të prishur, kontaminuar ushqimet, bimët e merat, po edhe në frigorifer duan ato ruajtjen kushtet specifike. Ne kemi treguar shumë mënyra dhe në YouTube-in tonë gjeni për ruajtjen e bimëve aromatike që të kenë një gjatësi, të jenë të freskëta me ngjyrë të klorofilt dhe të mos shpenzojmë kohë duke i blerë dhe duke i lënë të prishen. Për shembull, një nga mënyrat më të shpejta është nëse keni kavanoza bosh, siç ka Albana, i fusni aty, krijohet një mikroklim brenda kavanozit dhe ato ruajnë freskinë e tyre, i keni sikur i keni blerë ditën e parë. Vjem tani me procesin e dytë. Pra, vezët. Masën e qumshtit. Mas vaj. Piperin. Duhet një shtypje, një shuarje e fungujve dhe qepëve, duket sikur ato zbuten, lëshojnë më mirë lëngjet, ulet dhe niveli i masës që kemi përgatitur, përpara se ta kalojmë tek masa e lëngët. Jo se është domosdoshme ky veprim, a? Jo se është domosdoshme ky veprim. Sikur e lidh më mirë kjo pjesa e shuarjes. Por ne duhet t'i japim, si mund ta quajmë. Ne duhet t'i bëjmë hap pas hapi. Faktikisht dhe prandaj është emision kuzhine, se duhet t'i bësh hap pas hapi. Disa gjëra janë si në shtëpi, por disa gjëra janë që edhe të mësohen, ja, e tillë. Pa nuk më duhet thjesht përbërësit përzihen.
nëse ne duam të bëjmë qofte, nuk kemi pse i shtrydhim fort. Sepse mira është, ja. Nëse duam të bëjmë qofte, shtojmë mielin, vezën, edhe i kemi të tilla, ose shtojmë lug-lug. Nuk është, ne mendojmë se sa më kompakte të jetë masa, aq më mirë. Jo, sepse ne i japim një shije buke kur i bëjmë, kur i shtrydhim. Pra të ketë atë shijen dhe të ketë ajo forma e dur, është akoma më e mirë të domatet, qoftet e domates, të qoftet e spinaqit, sidomos tek hithra. Ka një super shije. Shtoni miell misri është akoma dhe më mirë. Tek mielli i kemi në aty po, kemi miell misri, kemi te hithra të barishtet i grim në copza, vezë miell. I shkon mielli misrit i shkon. Marr djathin. Kam djath nape. Do t'i shtoj të gjithë të mas. Unë nuk do t'a shtoj sipër, sepse di që duke vendosur në furrë, pjesa sipër me djathit me atë ngjyrën e errët. Po, nëse është mirë, ajo s'është e shishme, e shëndetshme. Ja, e tillë. Ja bëra yzmetin. Oni kemi shotë pak krip të lutem. Po. Se kam bërë yzmetin tamam. Djathi ka krip? Kaq thua. Edhe pak tek veza shtuar. Ku e djathi ka krip. Ja. E kam gjithë masën e dur. Largoj dorezat. Një luk marr. Shtoj tani mielin. Tani jemi drejt montimit të masës lëngët, siç është qumshti, vezët, grim kungujt në rende, bashkë me qepët e njoma edhe koperin, shtuam krip piper të zi dhe djathin. Tani këtë masë e shtoj tek vezët. Te vezët. Mielli është gjithmonë në fund fare. Mielli është sa për të mpiksur. E mirave është, nëse ne e lëm, paksa lëshohen të gjithë lëngjet e kungullit. Sepse duke vendosur direkt, unë mund të shtoj mielin e dur që them shtoj 2 luk tani sa për momentin, por kungulli ka një gjë që vërtet që lëshon kungulli, lëshon ujin, por edhe mielli e përthith. Pra unë dua të kem një masë të duhur të jetë si puna e sfungjerit. Në sa më shumë ta lëmë ne tani kungullin të qëndrojë, ai lëshon lëngje, po. Pra, unë shtoj pak, miell. Asyre. Bëjmë gati një tepsi, ku do të shtojmë brumin e pites, sigurisht që duke e spërkatur fillimisht me vaj. Por t'i dhënë atë shijen më të duhur. Marr pak gjallë. Për ta lyer fundin e tepsis, sepse me gjithë lëngjet që lëshon kungulli, ka atë tendencën që edhe të ngjisë. Kështu që do ta sigurojmë mirë fundin e tepsis që të mos na ngjisë. Dhe të dali në fund si ajo pispilia që gatuajmë me perime me presh. Edhe një spërkatje, një pudrosje dhe nuk ka shanse që pitja të ngjisë në këtë mënyrë. Do t'i shtet edhe pak, sepse e shoh që fillon dhe vazhdon lëshon lëngje kungulli. Aq më duhet. Nëse keni miell të zakonshëm jo farina hap, normalisht do t'i shtoni plurin pjekës ose sodë, si të dëshironi ju. Unë tani këtë masë e kam të dur, se dua të më dalë së sfungjer, thamë. Të ketë ato poret e veta.
si që zër kemi. edhe vënd, E lëmë të shumë vënd direkt. vetë me tepsin, E ti- dhe mbaroj. Kaq është në furë Ku të ka gatim më paranor, të thjesht se kaq. 220 grad, e marr, e rok dhe direkt në shtrat. Proteinat, perimet, vitamina, djathin, të gjitha i ka aty, në tepsi, i pjekim, derisa të shihni që ka marrë një ngjyrë të kuqërem të provoni dhe për brënda, megjithëse është një shtresë shumë e hollë edhe pjekja nuk do t'ju marrë shumë kohë. Tani do të shkëputemi, do të bëjmë gati përbërësit e recetës së dytë, të zbulojmë njerë pas mesazhit promocional të Prostatol Kompleks. Ja ku erdhëm përsëri në kuzhinë, po ju prisnim, këtu vazhdojmë ne të kemi ide të tjera për ju, për gatimin e sotëm, apo sugjerime, se mbase gjellën me bizele e keni të preferuar, janë dhe të sezonit tani. Janë të Dikush freskëta. ka mbledhur, i ka vendosur në ngrirje të qëruara, dikush i gjen ashtu, dikush ka patur dhe në ngrirje, po pse mos i shfrytëzojmë tani, kemi në sezon. Unë fakt në ngrirje kam, por zgjodha të marrë të freskëtat sot. Kam dhe në ngrirje, dhe nuk është se ka ditë të tjera dhe presin edhe ngrirja, përdesa unë i kam në ngrirje, është më mirë që qëndrojnë atje, se sa ti marrë, ti shkri të marrë gjysmat, dhe pse ato ndahen në racione. Po. Tek racioni unë marrë, kaj sa më duhet këtu, diku tek gjysmë kile, do ju duhet të merrni më shumë qofse e keni me janë të freskëta, ju shkon diku tek 800 gram, diçka e tillë. Marr qepën e njom, pjesën e bardhë. Pra e shikoni që unë nuk do përdor fare qepën e thatë, po qepën e bardhë. Kam shtuar yndyrë në tigan, derisa të ngrohet, e kaloj direkt në blender, në grirëse. Kam edhe pjesën tjetër këtu. Kjo e grira këshu e qepës e njom kryesisht, e litë më mirë Po, gjellën. pa tjetër. Ja. Duke e ndihmuar. Në pak fare krim këtu. Marë një pjesë jeshile. Do pres pak sa Të zbutet zbutet pak qepa e qepa. bardhë. Po. pjesa e bardhë, dhe më pas pjesën jeshile. Pjesën tjetër, në fund të gatimit, do të agri holl me fik. Jep një tip freskia ajo qepa në fund fare. E njom. Kjo pjesa këtu që është me madhe, ishtë fare më së shqetësoj. Janë disa të prera më shumë, më pak. E ndihmoj me yndyrë, sepse kam shtuar pak. Do të marrë domatet. Largoj. Dihet që çdo frut, çdo perim, nëse kanë të tilla, këto shenjat e tilla, do të thotë që kjo domate është e mirë, është domate baçeje, është bio. Unë i kam marrë në fshatar, të fshatari, po. Janë ato të shtrëmbra që ne në përgjithësi kishim atë mani që ti merrnim të bukura të mëdha. Ishim mësuar me ato gjërat e bio dhe donim kështu të mëdhaja, luleshtrydhet e mëdhaja. Ja që nuk bëhen aq natyrshëm ato pa ndërhyrje. Kështu që mirë është që jemi, megjithëse vërej që njerëzit janë shumë ndërgjegjësuar, shumë selektiv dhe në treg i vërej që i zgjedhin duke u menduar mirë perimet. Dikush përdor disa truke të veta, i duhat, i zgjedh nga ngjyra, i shoh pak tani që ka dalë dhe shalqini për atë pjesën afër bishtit, janë disa truke që nga ngjyrat, zhurma që i bëhet, kështu që ka disa truke edhe për shalqinin, ndoshta një ditë mund t'i sjellim edhe këtu sa të filloj futet vrrullshëm. Unë në baçën time, në shtëpinë time, unë nuk shoj asnjë lloj pesticidi. Te shega, ulliri dhe tek agrumet. Asgjë, thjesht ujë dhe asgjë tjetër. Shtoj dhe bizelet.
Bizelet nuk duan më shumë se 20 minuta, sepse janë... Po. Edhe është një vit bën, të vit për shumë shega nuk do bëj, aq sa ka bërë vjet. E ka një vit po, një vit jo atë prodhimtarin. Kurse limon e kam 7 hersh. Edhe është lëkur hollë. Ai lëkur hollë është më i mirë sepse është... Ka më shumë lëng. Ka lëng. Atë biles mund e konsumon dhe me lëkurën. A çfarë arome që hape, që përhape çfarë arome. Kam domatet, kam pjesën tjetër të domates, pra nuk do të shtoj as piper të kuq, as gjë nuk do të shtoj. Thjesht e dua me shije jo të imponuar. Thjesht fare, domatet aty sal që janë të pjekura të kuqe me lëng, të shishme, qepët e njoma të zbutura bashkë me bizelet edhe gatimi mbaron shumë shpejt. Pra i lë paksa që të ka urdisen. Bëj dhe një shplarje pak të vogël të talierës. Lidhet me domaten pjesa e lëngjeve, se do thoni ju që mos qëllon që veç uji, veç gjella, por pak nga qepët e njoma, pak nga domatja dhe bizelet gjithashtu, nuk do të shtojmë fare ujë, sepse kanë lëngjet mjaftueshëm sasin të domateve. Dhe duke patur parasysh që të treja perimet që po përdorim kanë të njëjtën kohë zjerjeje. Pra, edhe bizelet e pa ngrira. Pra, ja. Bën të sotarizuara skuqe dhe një zjerje shumë e lehtë me lëngjit që kanë vetë. Ja. Do të marr, të shtoj karotën në fetza imët. Po. Sa më imët. E ndihmojmë pakës me ujë bimësh aromatike. Sa të pushoj. Pushon zhurma. Po. Aq. Shtoj. Karotën e prerë. Imët. Qa vetë. Prera kështu në fetza e ndihmon që të zjejnë në të njëjtën kohë me pjesën tjetër. Dhe tani kemi gati për të shtuar domaten, për të përfunduar recetën. Shojmë një përmbledhje të së bashku të bizeleve me domate, me qep të njoma, me pak karot. Ja të ke keni listën për t'ja u sugjeruar. Dikush i gatuan me patate, dikush nuk shton patate. Tani është më mirë të përdoren sa më pak kombinime kështu, lirshëm, freskët, bizele të fresta 500 gram, 5-6 qep të njoma, 2-3 domate ose 2 lugë gjelle salcë domate, 1 karot, 3-4 lugë vaj ulliri, krip, piper i zi, dhe në fund fare e freskoni me pak majdanos të grirë. Kjo është receta, të i lëm pak minuta që të zjejnë, karotat më shumë. Akoma nuk shtoj kripën, piperin asgjë. I kam këtu, dhe bëj gati. Qepët që unë i kam për të në fund fare. Këto që e ndjejmë atë shijen e freskët të tyre. E mirë është, nëse në bacët tona që s'kemi faktikisht, tani dhe është e vështirë, që të kemi erba cipolinon, qepa karabushe. Po. Qepa karabushe. Ajo është shumë e mirë. Të holla fare. Ato janë shumë të mira, si fije bari. Pra këto t'jenë sa më imët. Duke e prerë diagonale, në fund fare, këto janë vetëm në fund. Pa kaluar fare në proces termik. Edhe piperin.
Këto i lë. Më njanë. Që shtojmë në servirje, në fund fare. Mbaron gatimi është në fund fare. Ja, ansoret. Mua më pëlqen që tani t'i quaj të gjitha gjellë tigani. Po. Sepse në tigan mbarojnë shpejt, mbarojnë zinë goxha shpejt. Po. Janë të freskëta. Shtojmë masën e kripës. E mbajmë pak dorën. Pak fare piper dhe sërish në fund fare. Kur themi në fund fare ne rregullojmë shija në fund fare. Do të shtoj. Masën e salsës. Një momenti ta lëmë të zjejnë në qetësi. Edhe me shtimin e salsës, tani lidhen më mirë. Kështu që mos u trëmni se s'përdorni qepën e bardhë që gjithmonë e përdorim për të lidhur gatimet, shifeni sa mirë u lidh gjella me bizele. O të doni ju, bëhet gatimi thatë, pra një gjellë e thatë në shumë pak lëngë, ose në të kundër, për shumë dhe keni dhe me lëngë që po, për ngjyrë. Si të dëshironi ju. Pra bëhet në formën e supës, bëhet me hollë, edhe afërsisht i takon asaj çorbës shkodrës që t'jetë me lëngë. E lëm kaq edhe do të shtoj bimë aromatike këtu, siç e them gjithmonë, gjys në fillim, gjys në fund, që më shkojnë me qepët. Dhe imagjinoni vetë se sa e shishme del kjo gjellë, ky gatim. Mua më duhet. Mos tentojmë t'i zjejmë shumë, sepse nuk ka nevojë të zjejnë shumë bizelet. Domethënë jo të tërsohen ngjyra e tyre. Edhe prishet shija. Shija nuk është e atëherë ju bëjeni pure më mirë. Po. Të marrë një pjesë tjetër këtu. Përse? Që unë të kem kërcejt, se shkojnë më shumë me gatimin. Ja, i largoj. Pra kërcejt janë shumë të mirë. Nuk keni pse i më njanoni. Sepse i përdorim shumë mirë janë në gatim. Çdo gjë gatuhet, çdo gjë. I vendosim dhe kapakun dhe lëmë të qëndrojë në qetësi. Në minutazhin që do të shkëputemi në për reklama, do t'i ketë mjaftueshme gjella për t'u zier, shumë pak dhe për ta testuar, provuar, do të lëmë taj koset a pjesa e sipër me lëngjeve. Avash, jo të mbyllur tiganin, sa thosha, unë kapakun, po të bëhet avash, ul edhe nxehtësinë. Dhe ne do të rikthehemi pas reklamave për recetën e tretë. Ju presim. Erdhëm prap ne dhe do të vim akoma dhe më tutje, duke hyrë në familjet tuaja përmes ekranit dhe duke ju pritur që të na telefononi, të bisedojmë së bashku. T'ju pyesim pak për këto bisedat e verës, çfarë jeni duke përgatitur sot për drek, çfarë jeni duke marrë më së shumti nga tregu i verës dhe cilat janë gjellët e preferuara të familjet tona tani në verë, në një reçel, në një komposto, çfarë po përgatisni. Ju presim të na telefononi dhe pse jo të na sugjeroni, ne i marrim parasysh çdo sugjerim tuaj, çdo koment që na bëni në rrjetet tona sociale apo në kanalin tonë në YouTube. Për gjitha anvisat të cilat tani ju bashkuan ekranit ton, kemi përgatitur një pite të shpejt, të thjesht, 10 minuta. 10 minuta gatim me kungull të njom, e kemi në furrë mbrapa meje, po piqe, do ta tregojmë pak më vonë rezultatin përfundimtar. Kemi gjithashtu gjellë me bizele sot, pa mishë. Mishin e kemi lënë shumë rrallë për ta përgatitur. Bëm pak pushim. Gjellë me bizele, me domate, me qep të njoma dhe me pak karrot që ishte opsionale dhe ju mund ta integroni shumë holl të prerë aty në gatim. Tani kemi mbaritur tek ajo englendisja e pasditeve tonë. Glendxe, e fillojmë. Kemi lule shtrydhe. Kemi krem salckosi. Salckosi është, kam shtuar salckosi edhe kos. Pra,
aty kur i mbas ditës edhe kafe. Vjen një moshë dhe se ta përballon stomakun. Tani në vap dhe nuk duhet të pi shumë kafe, për së vërtetës. I fusim një akullore shkurt, një akullore. Akullore pa pasur sheqer, pra atë ëmbëlsusim nga mjalti. Kaq mjalt do t'i vendos. Kam vanilje dhe në sulm. Këto do t'i kaloj në grilsja, shumë thjesht, me mjetet që besoj ka të zhan vis. Po. Përse unë nuk marrë atë rasën atë të brumatricën ose atë të akullores? Vetëm që unë më s'ju krijoj atë a janë, ja, me mjetet e thjeshta. To janë mjetet më të thjeshta që ekzistojnë në çdo familje. Edhe pjesën tjetër. Kam dhe pjesë të tjera këtu. Pra një vasket. Larja e mirë, shumë e mirë me sodë. Po. Sepse lule shtrydhja e dini që ka shumë problem në strukturën e saj. Po. E ka shumë gjan, është në dhe e ka shumë gjan dhe unë që mos i largohet nga trupi saj. Ka edhe këto poret dhe është një nga frutat që përmban më së shumti pesticidet, ndaj duhet larë mirë, me uthull, me sodë, mënyrat e pastrimit. Ja, pra. Ja, shi çfarë mase doli? Dhe çfarë ngjyre bukur. Largoj. Do të marr. E kam këtu. Tre përbërës na duhen, tre Gjë në vendin e vet, po. Salca e kosit, mjalti dhe lule shtrydhet. Salcën e kosit që e kam me pak kos. Do t'i bëj një rrahje të dur, por me elegancë. Pra, një rrahje me raksin elektrik, ose vendose andej që ta kesh më afër, sepse duhet një masë homogjene me salcën edhe me lule shtrydhet. Mjaltin, që detyrimisht duhet jetë i holl. Po. Vanilja. Derisa që kemi një shkëlqim të kremit. Është si pana. Pana jep volum, por pana ka dhe gjërat e veta. E dim shumë mirë, që nuk është aq e shëndetshme. Nëse ne duam ta bëjmë me shtresa, ne shumë mirë mund të vendosim shtresën e një shtresë kremi, një ose shtresë në të kundërt të bëjmë të gjithë pasën bashkë, si e dëshiron. Sa më thjesht. Bravo, bravo. Shtresa, e të presim një telefonat që kam bëritur tek ne. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i zonjë. Kam nevojë për doktor Ylli Merja, nëse mund më ndihmoni me një numër të tij. Po me shumë kënaqësi, po unë nuk e mbaj mend tani përmendesh numrin, gjithsesi do kujdeset stafi për të ndihmuar zonjën. Dhe mund të komunikosh pa tjetër, diçka për gatimin apo u largua, zonja? Çdo të hënë zonja dhe kushdoj që në ndjek, doktor Ylli është në Bima dhe Shëndeti në rubrikën tonë, kështu që mund të komunikojmë të hënave, dhe pse kanë të drejtë shikuesit, sepse kemi patur tema të tilla të cilat kanë dashur dhe kanë marrë kohë për këshilla dhe për shpjegime, ndaj dhe s'kemi patur mundësi të komunikojmë, por ja që e kemi sot, keni numrin e ekrana, telefononi. Për çdo pyetje tuaj jeni të lirë. Në çdo media, në çdo dritare ka nevojë për
të qenë të lirë telefonuesit, shikuesit, të shprehin mendimet e tyre dhe ne t'i dëgjojmë ato. Vendosëm që kremin, salcën e kosit edhe kremin e luleshtrydheve bashkë me aromën e vaniljes edhe mjaltin t'i bëjmë bashkë në një masë homogjene, të njëtrajtshme siç e shihni. Okej, ka ndryshuar pak ngjyra e luleshtrydhes, është bërë me zbekt, është bërë në roz. Aty kemi... Nëse unë nuk dua të vendos membran, do të shtoj shumë pak. I dhe kështu direkt. Jo, një prekje, shumë të letja. Shumë pak. Shumë pak. Vegetal që nuk mban erë. Shumë mirë, ne e dim, kur gatuajmë dhe vendosim produktet në tasat e plastikës, duhet vazhdimisht të shtojmë pak fare vaj, shumë pak vaj dhe çdo produkt, sepse heq erën e të peshkut apo aromat e rënda, sikurse dhe lahet akoma dhe më mirë. Siç e kam, e marr dhe të marrim një luk se çdo pjesë mas e mbetur këtu ka shije, pikon. Okej. Kjo mas tani do të vendoset për të mpiksur, për të ngrirë. Është bërë në roz, akullore me luleshtrydhe dhe kos, shumë e thjesht për gjithë familjen, edhe konsumojmë diçka në të cilat dim se çfarë kemi shtuar, sepse e kemi gatuar vetë dhe janë të panumërta mënyrat se si mund t'i sjellim të fresta, të shishme, edhe duke i kombinuar me shumë element të tjerë, me fruta të thata, ka shumë mënyra për të gatuar akullore. Shumë shkon bajamja. Se jo, mund të sugjerojmë fistik, bajame, lajthi. Gjithmonë duhet kemi parasysh në varësi të shijesin e kemi. Tjetër telefonat, mirëpresim, mirë se erdhët. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Nga po telefononi? Jemi shumë mirë, nga Tirana. Po në ndiqnit. Por kam edhe unë, kam nevoj të kontaktoj me yllinerën, se të kam marrë dhe herë të tjera në ditën që kur ke emisionin, por nuk kam mundur të kapë. Po. Të lutem, ku mund t'a gjej? Do të dërgohet numri, do t'ju telefonoj stafi më pas, por më thuaj, nëse ti ke një shqetësim, një gjendje shëndetësore, një problematik shëndetësore, unë ta konsideroj dhe ditën e hënë që doktori do t'jetë në studio, do t'a pyes ekskluzivisht për ju. Për çfarë gjendje? Unë ta konsideroj dhe të lutem më dëgjon nga telefoni që mos na kthehet zëri. Po. Me infekcion urinar. Bukur, pra infeksionet urinare që janë të shpeshta tani dhe fillojnë edhe pishinat edhe këto plazhet, patjetër që janë problematik kryesore tek vajzat, tek gratë, kështu që pse jo mund të jetë një temë shumë interesante për ta trajtuar ditën e hënë. Do t'ja sugjeroj patjetër doktor Yllit. Ndërkohë, ne vazhdojmë tani të servirim sepse jemi drejt përfundimit të gjellës me bizele. I lam të zjejnë mjaftueshëm. Shumë pak minuta u deshën. Masën e qepëve të njoma. Nëse do më duhet. Pra ajo është gjithmonë në bazë të shijes që ju keni. Ose vendosit ta lëni pa ujë, ose me pak ujë. Unë si Albana dua të kem edhe pak ujë. Do në qik lëngë tani, se dhe të thatë fare. Nëse ne duam të thatë, shtoj moriz. Po. Fare sa të marrë një klim ujë. E duhur, ideale. Ngjyra është mirë deri tani, nuk e kemi zbehur. Me bizele. Ansoret. Dhe jemi në kohën e duhur. Edhe pitja duhet jetë gati, besoj. Pitjen e shohim. Shohim pak përfundimin, pjekjen e pites me kunguj të njomë. Do ta përsërit edhe një herë recetën se çfarë përgatitëm, ndërkohë ju mund të na telefononi, na tregoni ndonjë recetë vere, çfarë ju shkon dhe çfarë e përgatisni shpesh tani këto muaj të nxehtë vere, me perimet, me frutat që
si tek kombinimet e ndryshme për akulloret, për sallata, suprat, gatimet e tavës, perimet e të tjera e të tjera. Kjo shpitja që përgatitëm me kunguj të njom, me djath, me vez, me qumësht, ja tek e keni pite papet me kunguj të njom, me vez dhe qumësht. 2 kunguj të njom të cilat i grim në rende. 3 kokra vez, 1 got qumësht, 1 got miell, 100 gram djath i bardh i thërmuar, 1 lug çaj pluhur pjekës, krip piper të zi dhe pak vaj ulliri ose pak gjalp. Për t'ja shtuar tek fundi, për t'ja shtuar në sipërfaqe, është gati, shoqërohet me kos. Një kos. Një tarator me një kos, çfarë të dëshironi, çfarë të keni ju më përmbar në shtëpi, duke i shtuar aty koper, pak udhër të kosi, pak kastravec, uthull, krip, piper të zi dhe ja tek u bë një drek kështu e shishme. I serviri me bizelet, janë një mjaftueshëm? Patjetër, të marrë dhe një pjatun edhe? Receta e dytë e bizeleve, Rodi sillet këto receta të thjeshta që gatuhen brenda minutazhit që ne kemi në hapësirën tonë, sepse janë receta vere, të cilat nuk na marrin shumë kohë. Albana do të servir tani edhe gjellën me bizele, me domate, me qep të njoma. Një sekond, sepse e di që pamja... Vendosim edhe. Akullore nuk po e vendosim për të ngrirë, sepse në minutat e fundit do ta lëm këtu në tryez. Përshëndetje, kam mbritur një tjetër telefonat. Ju përshëndesim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes si jeni? Nga po na ndiqni? Mirë, shumë faleminderit. Nga Tirana. Nga Tirana. Nga Tirana. Çfarë gatuani ju sot në familjen tuaj? Në fakt unë kam bërë takosi me mish senqi nga kurbani që ngel. Ju bëft mirë. U shkëput apo e morën zonjën në telefon? E kemi zonjën në telefon? Lini ka shkëputur. E morën shoqet e veta për kafe, ndoshta komshia. Pin kafe në miqja, apo është vonë, ora 10, kështu 10 pa 10, kështu që fillon edhe vapa. Do doja ta pyesja zonjën ndonjë recetë vere çfarë sugjerojnë familjet gratë të cilat bëjnë ato kombinimet fantastike të tyre dhe diskutimet që kanë me njëra tjetrën Albana janë shumë interesante. Unë i shtova këtë, bëra dhe këtë tjetrën, provoje, po më doli shumë e shishme, kështu që mua bete grash edhe gatim. Edhe mirë bëjmë. Kemi kajsit tani në fund. Që do bëjmë me kajsit? Pse do ta quajmë kajsin fruti i verës? Si në gjendje të thatë, si në reçel, si në komposto, si në smoothie, kështu si është si frut siç e konsumojmë. Ka shumë arsye për ta konsumuar, sepse ka shumë fibra, ndihmon tek tretja, tek tensioni, ka shumë kalium, ka vitamina C dhe shumë e mirë për lëkurën. Unë preferoj dhe kam një truk kur i zgjedh kajsit. Unë i zgjedh, pash njërën, që të kenë kështu pika të kuqe. Kjo me pika të kuqe, ndoshta nuk duket mirë, këto janë më të mirat. Nuk e kam shpikur unë këto, ma kanë sugjeruar. Albana do ta bëj reçel tani, ta mi presim telefonatën. Përshëndetje. Alo, mund marr pjesë? Po zotri, ju përshëndesim. Si jeni? Faleminderit. Si jeni ju, nga po telefononi? Do të përshëndet vjollcët që ka nga Fusharzi. Nga Fusharzi po telefononi. Këtu jam unë, Niki dhe Albana. Yes. Po na ndiqni? Përshëndes këtë vjollcët që ka emrin e nusës time. Mori vjollca që qele në saksi. Këndon Albana? Oj lule vjollc. Tani, mirë, tani shikue si janë këto pak popullsi kemi, kaq emisione të njëjta të ngjashme sa janë këtu me kaq pak popullsi. E përshëndesim gjithashtu zonjën Vjollca për telefonuesin që telefonoi nga Fusharzi dhe i kujton gruan më ku ka më të shtrenjtë se gruaja tani, pse? Dëgjoj. Duam, figurat e ekranit janë figura vërtet
të vlerësuara. Dhe normalisht, zonja Vjollca ka lënë gjurmë, edhe po lë gjurmë akoma në kuzhinë, që kështu një përshëndetje. Një përshëndetje me recel kajsie. Për të gjithë që po në ndishni, edhe që keni pirë kafen, edhe që jeni duke menduar përgatimet tuaj, ku ka më mirë se të gatuani në shtëpi. Nuk mora vesh sot një recet nga ju. Shpresoj që telefonata e radhës të ma japi një recet vere. Përshëndetje. Shëndetje. Përshëndetje. Kë kemi në linjë? Përshëndetje. Kadife. Përshëndetje, zonja Kadife. Nga po na telefononi? Ha? Nga po na telefononi nga Tirana? Nga? Nga Tirana. Ishi duke në ndjekur të pëlqyen recetat sot? Cila nga recetat të pëlqeu më shumë? Më pëlqen do tani dhe tu jam të këto recetat me zazavate. Po. Çfarë gatuan sot? Zazavate ka të stilës, janë të mira dhe... Po. Çfarë ke gatuar sot ti për drek, ose çfarë do të gatuash nëse nuk e ke përgatitur ende? Patlıcanat të mbushur. Patlıcan të mbushur. Me mish të grirë, me oriz, apo thjesht? Pa. Pa. Ju bëft mirë. Me pak oriz, me pak buleskat, me aromat, Po, e konsiderojmë recet vere. Po. Nga tava e kosit me mishin e qingji që kishte ngelur nga kurbani, si që tha zonja, tek patlıgjanët, dhe mbyllim me këtë pamjen e kajsive, se do bëjmë reçeljen tani, dhe në ditët në vijim do t'ja u tregojmë pastaj përfunduar. Pra, e lëm të tillë, po të duam ne, edhe në tavë kalojmë, shem sheqerin, masën, dhe në fund fare një pjesë sheqerit të lehtë. E lëm me një nxehtësi shumë minimale. E lëm mbi 3 orë, avash, jo sa të bëhet shlegu dash, po derisa ne të kemi një masë të duhur, pra shkrina i sheqeri. Edhe e të dukshme. Me shumë dashuri për reçeljen e kajsive. Ju përshëndesim nga kuzhina jonë dhe ju pres pas pak në Reze Dielli. Të lumë shinduar. Faleminderit. Qemi pas pak bashkë. Në studio jam tani me Bardhyl Bukrin. Ai është 37 vjeç, vjen nga komuniteti egjiptian, punon në një nga kompanitë më të mëdha të qytetit, në kompanitë e pastrimit. Nuk ndalet historia këtu për angazhimet që Bardhyli. Ne kemi ftuar për një tjetër aspekt të tij, sepse në fund të ditës Bardhyli bëhet piktor, dhe një piktor jo çfarëdo, sepse pikturat e tij ai i pikturon pikërisht me bojrat që kompani të ndryshme, bizneset të ndryshme i hedhin. Ai i merr ato dhe i zhndëron në vepra arti, përmes të cilave vetë Bardhyli tregon që këto piktura janë një pjesë e identitetit të tij si pjesë e komunitetit egjiptian. Pra, ju jep jetë bojrave të hedhura duke shpëtuar ngjyrat e braktisura. Nuk ka bler kur asnjë bojë, më ka thënë, të gjitha i ka marrë nga kazan, nga bizneset që donin ato për të tjerët, që për të tjerët janë mbeturina, për Bardhylin janë një mundësi për të krijuar vepra arti. Mirë se erdhe Bardhyl. Ralla parë ju falenderoj për ftesën. Është një ndër i madh që janë në emision Reze Dielli. Është një kënaqësi domethënë të japësh një intervistë këtu. Ti je një piktor, që kur ke filluar të pikturosh? Piktur, domethënë çish ka filluar çish fëmijëri. Qysh në fëmi, unë jam angazhuar do në pikturoja. Me bojrat të ndryshme. Kush e zbuloi talentin tënd, kush të ndihmonte për të pikturuar, për të bler bojrat? Në atë kohë, askush nuk ka zbulu, thjesht, me atë mbeten time. Dëshirën tënde. Po, mbeten time njëherë për njëherë, më pas. Ke bërë piktura shumë të bukura. Cilat janë ngjyrat që ty të pëlqejnë më shumë në pikturë? Të gjithë. Të gjitha ngjyrat. Të gjithë. Më ke thënë që punon në një kompani. Po, kompania Eko Tirana, e cila është një kompani gjigande dhe strikte në pastrim. Është vetmja firmë që unë kam njohur deri më sot. Që të ke fakti që je ti pjesë e komunitetit egjiptian. Jo se jam një pjesë aty ka dhe egjiptian tjerë. Nuk se jam vetëm unë. Është një firmë e cila e mbron dhe
e identifikon punëtorin, që e mbron gjitha aspektet. Sa vite keti që punon? Unë bona 4 vite aty. Më përpara je marrë me çfarë? Më përpara nuk kam qenë këtu, kam qenë në Itali. Edhe aty ke punuar? Punë ndryshme. Punë të ndryshme. Pikturoje në Itali? Pikturoja, por nuk është se nxirrni atje. Nuk kishe mundësi Jo ndoshta. se nuk kisha mundësi, por nuk para ndjeja sepse tash problematikat sociale, ekonomike, a do kemi ge piktura apo tek puna. Por erdha në Shqipëri, domethënë, edhe u vendosa këtu me familjen. I e prindi një goce? Po, një vajzë. Një vajzë ke. Është vajza që është mbrapa tek Leduolli i Madh? Kjo, tu është. Kjo është vajza jote? Po. Me flokët e gjata? Po. Sa vjeç është? 11. Pikturon si ty? Po. Edhe ajo Edhe pikturon. ka arritur të marrë atë rrugtimin. Tregu pak këtë pjesën e historisë, si është dita jote, si vjen ai fundi ditës kur ti përveç se përkushtohesh në punë, mundohesh që të mbledhësh këto bojrat që kompanitë të ndryshme, bizneset të ndryshme mund t'i konsiderojnë si mbeturina, pra i hedhin ndërsa ti i grumbullon dhe pikturon me to. Është diçka shumë e bukur që ti bën. Shiko, në fillim, domethënë është nis thjesht spontane. Thjesht spontane. Bashkë me një mikun tim, i cili pra e përshëndes, është shoferi im. Thjesht spontane, domethënë. I shqipni, domethënë, për biznesi që mbledh kompania ka lidhje, domethënë, edhe i merrshim. Hadi je 2 herë, 3 herë, mbajt ndërmend. Si ti hedhim? Se ti përfundojnë të kazanët e mbeturinave, bojrat. Këto mund t'jenë pasuri. I mora, e provova, qoftë edhe të hotelajot, e provova. Doli diçka shumë e bukur. Edhe fillova masën e avash, gradualisht. Ke dhe të lehtësoj nga ana ekonomike për të mos blerë bojra? Jo se nuk ka mundësi ekonomike, po thjesht për të krijuar iden që edhe minoriteti rom, edhe minoriteti egjiptian në vitin 2006 ka arritur të grumullojë mbetet urbane. Në atë kohë ku ishte pushtet dikush tjetër. Edhe minoriteti punonte, 30% punonin, grumullonin mbetet urbane për të mbijetuar. Po ashtu dhe minoriteti rom. Të shohim pak pikturat që ti ke sjell në studion ton. Kadereja piktura e parë. Po. Pse u frymëzove për të pikturuar kaderen? Atëre, tek portreti i Kaderes janë frymëzuar tek romani Kronika në Gur, sepse aty përmendet egjiptianët. Është ai që ka përmendur po komunitetin egjiptian. Domthon ka përmendur disa fragmente. Po. Edhe mua më pëlqeu, domthon. E kishe lexuar ti vepër apo të kishin thënë që edhe jo të gjithë, se kam lexuar gjithë, po pjesën që më interesoi e mora. Edhe e lexova. Edhe fliste për egjiptianët. Atë kohë domthon kur ai ka botu librin e vet. Kronik në Gur. Kjo të ka ndikuar për të bërë këtë pikturë. Piktura e dytë? Piktura e dytë është Ja afrojmë pak, Lidio. Piktura e dytë është Ramsi i dytë. Po. Në kohën e Tit ne kemi ardhur në Trojët Ballkanike. Ma pas jemi shpërndar në Shqipëri. Po. Në shekullin e 12 dhe 13. Të gjitha pikturat e kanë një kuptim, e kanë një mesazh, e kanë një histori të caktuar. Pikërisht ka një mesazh për të përcjell. Për të kuptuar edhe shoqëria shqiptare që cilët janë egjiptianët e Shqipërisë. Se shpesh herë na ngatrojnë. Dhe me romët, edhe me egjiptianët. A ndjesh i diskriminuar si pjesë e komunitetit egjiptian dhe ku e ke ndjerë më shumë diskriminimin? Të gjykuar dhe të paragjykuar, domethënë, vite përpara po, ndoshta. Vite përpara po. Ndërsa sot është komplet ndryshe. Qysh nga viti 2013 nuk ka më gjykime. Nuk njeh më njëri paragjykim. Jo se s'njeh. Por gradualisht duke ardhur e duke u largu diskriminimi. Shoqëria shqiptare e ka pranu minoritetin egjiptian. Pakicën. Pakicën me komunitetin tjetër si e keni marrëdhëniet? Mirë. Të dy bashkëpunojmë. Janë njerëz mirë, punëtorë, sepse i kemi dhe atje ke kompania, qoftë rom, qoftë egjiptian, por edhe shqiptar kemi. Janë njerëz korrekt. Po. Tani të ndalojmë pak tek piktura e tretë, 3 piktura që ka zgjedhur Bardhyli t'i sjell në studion ton për të na dhënë dhe mesazhe dhe komente për secilën pikturë. Më trego pak. Ja tek e kemi piktura. Këtu është afrohet kamera. Meshari i Gjombuzukut. Edhe këtu ka një histori kjo pikturë. Sepse edhe Gjombuzuku
ka folur për egjiptianët. E lashtë. E këtë kronikë, domethënë, e kam shkëputur për t'i dhënë një mesazh që Gjëmbuzuku ka folur për egjiptianët. Ashtu siç flasin shumë publicistë. Qysh në kohën e përparme e diktaturës, pavarësisht se dikush për shembull nuk e ka vënë re. Po unë sinqerisht e kam vënë re, domethënë që edhe në atë kohë u fliste. Pavarësisht se nuk e thonin drejt për drejt që ky i përket kësaj pakice. Ose kjo i përket kësaj pakice tjetër. Përkundrazi. Ndërsa sot e ke pakicën egjiptiane në të gjithë letërsinë. Përveç historisë të tyre je fokusuar edhe tek portretet, përveç historisë që ka çdo pikturë. Portrete të ndryshme, sa piktura ke në total, Bardyl? Deri tash jam gati ke 27. 27. Të gjitha me këto bojra. Çfarë ndjesie ke ti kur gjen bojra apo materiale që të tjerët i hedhin, ndërsa ti i kthen ato në art? Ndjej një kënaqësi. Sepse kujtoj diçka nga e kaluara. Kujtoj diçka. Si ma thea të shprehjen në fillim? Te pricat tona, që ka thonë i madhi dhe i vetmi, Elidon Aliti, te pricat tona janë pasuri për të tjerët. Kjo pasuri ishte për pakicën e egjiptianëve të Shqipërisë. Që u realizun gjithë to portrete dhe piktura. Ti e ke kthyer atë pikërisht në një duke treguar një lloj identiteti përmes pikturave të tua. Kujt e ke treguar pikturat? Fillimisht ja kam treguar Elidonit. I ka parë Elidoni pikturat e tua. Kam zhvilluar edhe një emision tek emisioni Elidonit mes dy botëve. Po. Ai më ka pritur jashtë mase. Jo si një gazetar, po sikur të isha një mik i tij. Dhe vërtet është një mik. Të ka motivuar, të ka frymëzuar që ti ta vazhdosh këtë pasion dhe këtë talent që ke në pikturë. Vazhdo rrugtimin tënd. Biles ai ka qenë i pari që më ka dhuruar dhe bojrat. Bojrat, një paket bojrash. Për të nisë rrugtimin. Bukur fort. 27 ke dëshirë që përmes një numri të konsideruar të pikturave të hapësh një ekspozit në të ardhmen, e shikon si të mundësi? Në të ardhmen kam qef të hap një ekspozit. Kam qef. Po se kur nuk i dihet, sepse edhe angazhimet tjera në punë, familje, duke parë e duke bërë. Sa kohë të merr një pikturë? Sa orë pikturon në ditë? Pikturon çdo ditë apo ku ke mundësi dhe gjën? Zakonisht darkave, se unë punoj tuni dytë. Unë deri në 9. Zakonisht darkave, nga pak. Nuk është se e shikon dhe një formë relaksi, antistresi, pjesën e pikturës? E heq komplet të lodhjet, që kam gjatë ditës. Ndërkohë bashkëshortja jote me çfarë merret? Ajo është punëtare. Në një market. Po. Punon. Me të ardhurat e të dyve e përballoni me mënyrën e jetesës, vajzën, vajza është në klasë? Gjinat më i qa. Çfarë klase mbaroi vajza? Klasën e 5. Ti je një baba i përkushtuar, tolerant, e ushqen me art vajzën tënde? Normale që e ushqen me art edhe me kulturë. Dëshirojnë që ajo të vazhdoj të pikturoj dhe të vazhdoj... Ajo, domethënë, ideja ime është kjo. Le të nisi arsimin. Kjo më intereson më shumë. Mos të buajmë si që po buajmë ne. Juve nuk keni bërë shkollën dot? Nuk keni vazhduar dot shkollën? Kam kryer 8 vjeçaren dhe 2 vjet mesme. Më pas e kam stopuar. Pse e stopove? Pse e le shkollën? Arsyeja rinia. Rinia. Po ja që ke talentin e pikturës. Nuk themi dot që s'kemi pas mundësi ekonomike apo gjëra të tilla. Tash është mosha ime, domethënë, e ka arrit demokracinë. Dhe është turp thush që sot nuk ka. Por nuk është dhe vonë, no? Jo. Që edhe ti të vazhdosh diçka. I bëhet thirrje edhe vet minoritet pakicës time që të vazhdojnë arsimin. Të shkollohen. Të shkollohen, sepse nëpërmjet arsimit ne marrim integrimin. Edhe shoqëria shqiptare do të na pranojë. Qartë, falenderoj shumë Bardyl, shumë suksese në pikturat që ti dhe në artin që ti bën. Të uroj gjithë të mirat. Faleminderit që erdhe në Reze Dielli. Ne do të shkëputemi këtu me Bardylin, bashkë me ju, do të ndiqni tani intervistin që kemi zhvilluar ditë më parë dhe që nuk arritëm dot ta transmetonim dje me shefen e kuzhinës Silvana Musej. Shikim të këndshëm. Mirë se erdhët në Reze Dielli.
Kam kënaqësinë që të kem të ftuar një shqiptare të suksesshme në fushën e kulinarisë, e njohur shumë, emri i saj lakohet shumë në shtetin fqin në Itali për pasionin dhe profesionalizmin e saj. Prej 25 vitesh, shefe kuzhine në Itali, është nderuar me shumë çmime, medalje të arta, ka marrë pjesë dhe është emri i përfolur dhe i thirrur dhe i lakmuar për evente të mëdha botërore dhe europiane, ashtu sikundër ne e kemi përmendur her pas here edhe në rezën tonë, kemi patur të ftuar Silvana Musein, e cila këtë herë vjen për një tjetër event këtu në vendin tonë, por jo vetëm për na treguar diçka më tepër nga karriera dhe profesionalizmi i saj, pasioni dhe përkushtimi në kuzhinë. Mirë se erdhe, Silvana. Mirë se të gjeta, Niki, mirëdita publikut. Jam e kënaqur që ndodhem prapë përsëri këtu në emisionin tuaj. Edhe ne gjithashtu për të mësuar dhe që gjendem në Shqipëri, se është kënaqësia të kthehem në shtëpi. Kur jam këtu do të thotë që jam në shtëpinë time. Kënaqësia është e jona, Silvana. Unë të përgëzoj për gjitha arritjet e tua deri tani. Kemi përgatitur një material përmbledh tazi për, le të themi, kulmet ose pikat më kulminante të punës tënde si shefe kuzhine dhe për të tjera të reja në karrierën tënde dhe aq më tepër që tashmë je pjesë e familjeve italiane përmes emisionit të gatimit në Rai 2, ku ti je bashkëprezantuese dhe deporton në familjet italiane në rrjetin italian televiziv, që është një krenari në fakt. Edhe për ne, por dhe kur dëgjojmë që Silvana në çdo prezantim nuk haron të thotë origjinën e saj që jam shqiptare. Kjo më bëri përshtypje në fakt në videot që ndoqa. Ndjekim një material për Silvanën dhe rikthehemi për të folur për jetën e saj. E suksesshme me një përvojë 25 vjeçare në gastronomi, Silvana Musei është kthyer në një nga emrat më të lakuar të kuzhinës italiane. Nga Sanremo në Cannes deri në Bruxelles, ajo ka marrë vlerësimet më të larta profesionale nga shumë personalitete ndërkombëtare brenda dhe jashtë Italisë. Ed è molto particolare questo fatto che comunque una persona di origine albanese sia diventata una rappresentante molto importante non solo della cucina italiana ma in particolare anche di quella piemontese. Certo. Complimenti. Grazie. Aktualisht Silvana jeton në Piemonte, ku ushtron profesionin e shefes së kuzhinës në restorantin Relays Cooper Chocolate në fabrikën e çokoladave të famshme Venci 1878 dhe Lady Chef. Pal talentit dhe punës është fituese e disa çmimeve ndërkombëtare, ku ka marrë 2 medalje të argjënta në konkurse kombëtare, si dhe është vlerësuar disa herë si kampione rajonale. Me punën e palodhur dhe karakterin energjik, Silvana nuk e ndjen kurrë lodhjen, pasi çdo gjë e bën me pasion dhe dëshirë. Donse fillimisht ndronte të ishte pjesë e botës së modës apo psikologjisë, fati kishte planifikuar një tjetër destinacion për të, edhe pse kuzhina tashmë është identiteti i saj. Silvana njihet edhe për marrëdhënien e ngushtë që ka me modën, duke u bërë pjesë në rrishtat e parë në pasarelet e emrave më të njohur në këtë industri. Ajo ka arritur të depërtojë thellë në zemrat dhe shisën e shijimit të një klientele të përzgjedhur botërore dhe sekreti i saj është integrimi i detajeve të kuzhinës shqiptare me atë italiane. Për ekspertët ajo nuk është vetëm një ekzekutuese e recetave, por një magjistare shijeve që ndërthur recetat lokale me traditat shekullore. Kjo ishte një material përmbledhës. Faleminderit. Për atë çka ka sjell Silvana deri më tani. Por këtë herë ardhur në Tiranë për një event tjetër, apo jo, atë çka ndodhi pak ditë më parë, Buk Krip e Zemër, ku arkitektët më të mirë në botë u mblodhen këtu së bashku me kryeministrin Edi Rama dhe ekipet mbështetëse për të promovuar projektet në të ardhmen dhe së bashku me shefat të tjerë të kuzhinës, ju keni qenë pjesë e këtij projekti në një sallë sa tradicionale, aq edhe moderne, me një studio arkitekturore shumë të veçantë të përzgjedhur këtë herë, ku edhe dyshemeja ishte me qëllimat tanë. Me qëllimat e njërë, dhe arredimi ishte kthejnë mrapa në kohë, do të thotë arredimi në kohën e komunizmit, kur ka qenë diktatura, dhe idea ishte të sillim bashkë me kolegë të tjerë, shqiptar, me Albo Shefi, cili ka iniciativën që të mbledhi talentet shqiptar që janë në përbot, në mënyrë që të komunikojnë mes tyre dhe të njihen, që të mblidhen gjithë bashkë dhe mos jenë të shkëputur, të sillin mbi të gjitha për të vlerësuar ushqimin, traditën,
për t'i dhënë thellësinë e vlerës që kanë produktet shqiptare, të punuar nga thellësia e vlerës të profesionistëve shqiptarë që janë në botë. Bukur. Aty përgatitët disa receta, apo jo? Përgatitëm disa receta bashkë me kolegë të tjerë, unë qesh me kolegun, shokun dhe mikun tim Fundim Gjepalin, bëm dy pjesë të tradizës, njëra quaj buk peshk dhe thërime, ndërsa tjetra Kafshit Tirane, ku ndërkohë reinterpreton të pak Ferguson, dhe peshk dhe thërime, sepse buka është ajo që ka qenë pasuria e këtij vendit, thjeshtësia, peshkun sepse jemi buzdetit, kështu që është gjithmonë produkt shqiptar. Produkt lokale, produkt sezonale dhe produkt që mund të japi dhe një lloj frymëzimi për ta gatuar, për ta sjell. Si ka qenë kjo ndërthurja e tabanit, e recetës tradicionale, duke i mshuar asaj edhe element modern, element të kreativiteti, si vendosët mes shefave për të sjellë këto receta? Se cili dha mendimin e vetë, apo e kishit përcaktuar? Jo, kishim komplet letër të bardhë, do të thotë që shkruam ne recetën, po duke respektuar gjithmonë traditën. Çdo njëri nga ne vuri atë pjesën magjike personale, por duke ruajtur gjithmonë tradicionin. Dhe është një mirë kuptim që sa po flet, unë jap identimet, jep të ëndën dhe okej, gjed me njëherë një mirë kuptim, sepse njëmi flasim të njëjtën gjuhë. Kjo është diferenca. Një impenjim i radhës. Doja të dija feedbackun, reagimin e të huajve, arkitekëve të huaj, pashtu dhe reagimin e kryeministrit teksa provoi pjatat tuaja, ose a i pëlqyen apo jo pjatat? Ngelën të gjithë të kënaqur, them se kryeministri pa një respekt për atë që është vendi, siç respekton çdo gjë tjetër, dhe nxorëm në pa produktet dhe recetat, kështu që ngelën të gjithë totalisht të kënaqur, mbi të gjitha të huajt që shohin Shqipërinë e vërtet, sepse një reinterpretim e një pjate të huaje nuk ka një identitet në këtë vend. Kështu që bashkë me vendin vjen dhe kujtesa e shijes, vjen dhe kujtesa e profumeve, dhe bashkë me projektet dhe vendin ku ndodhemi, kështu që bëhet një diçka armonioze në tërësi. Të dha një ndjesi ndryshe ky event, ndryshe nga ti e thirrur në evente të famshme, në Sanremo, sapo e kthyer nga Kana, ku ke gatuar për mbretërit e Anglisë, ke gatuar për personalitete botërore, ke gatuar për Miss Italia, ke marrë çmime. Si ndjesh kur je në këto evente të mëdha që kanë 400-500 pjata për të përgatitur, për të kuruar, edhe për t'i dhënë më të mirën, më të bukurën, edhe për të ngelur gojë hapur, ashtu siç kanë ngelur të gjithë ata që e kanë komentuar, sepse ti eksperimenton me shijet edhe i jep asaj pjatës shumë pasion. Si është jeshtë mes shefave shqiptar për Shqipërinë në vendin tënd? Ka qenë një emocion, domethënë është hera e parë, të themi, që kur rikthehem në Shqipëri, që kam një bashkëpunim me shefat shqiptar, sepse kam qenë gjithmonë individ, i kam bërë gjithmonë vetë. Domethënë kam pasur këtë konfrontim me kolegët e tjerë dhe kam ngelur jashtëmase emocionuar nga se më rikujtuan disa tradita, çdo njëri nga ne ka vlerat tona dhe ka zotësit në krahinat e ndryshme të Shqipërisë. Kështu që duke vënë të gjitha këto njohuri bashkë, që një bashkëpunim shumë i bukur dhe emocional, se më ktheu në mendje fëmijërinë, më ktheu në mendje që është Shqipëria në të vërtetë, sepse mund të kesh njohuri, po asnjëherë nuk mjaftojnë. Kështu që gjithmonë ky shkëmbimi profesional është shumë i bukur dhe këtë herë e gjeta shumë të kompletuar, duke pas shefa nga gjitha anët e Shqipërisë. Ata që kanë thurur karrierën e tyre në 25 vite përvojë, eksperiencë në kuzhinë. Çfarë emri do t'i vije këtyre viteve që të kanë sjellë deri këtu? Sa punë, sa përkushtim, sa djers për të arritur majat? Është nuk i vë dot një emër, se nuk më duken shumë vite, më duket shumë pak kohë. Aq shumë kam qenë fokalizuar dhe mendoj se çdo gjë vjen në mënyrë natyrale, se nuk ke kohë të reflektosh dhe kur kthen kokën mbrapa arrin të mendosh që kanë kaluar gjithë këto vite. Pra, kam kuptuar, me kohë jo fillimisht, kam kuptuar që ai është ambienti im dhe aty gjendem njerëz, sepse nuk kam kohë të mendohem dhe jam tërësisht e futur brenda dhe e bëj me shumë pasion.
Kur një punë bëhet me shumë pasion, besoj se përveç se kënaqësisë që merr, është një punë që ti nuk ndjen lodhje, apo jo? Apo lodhesh? Jo, lodhem, po ndonjëherë mendoj se ka lodhje tjera. Kur unë rinunçoj një eventi, më lodh më shumë ajo pse nuk jam dhe pse nuk e bëra, se sa ajo që e bëra. Kështu që zgjedh gjithmonë që të jem aktive dhe të ndjek eventet. Ndërkohë, Silvana sapo ka përfunduar edhe sezonin e Rajdues, apo jo? Keni bërë dhe puntatat e fundit, është bërë biseda edhe për sezonin e ri, apo jo, për të marrë pjesë në të, në tratativa e sipër? Do ke disa detaja pak ndryshme. Si u bëre pjesë e Rajdues? Rajdues thjesht ishte një kast shumë rastësisht, duhet të nisja një video me një recet të ekzekutuar, ndër 30 kandidate shefe italiane, zgjodhën 5. Ndër këto 5 më të rritën, thanë që duhet vish të bësh një provë, po unë atë ditë që e zënë në një event tjetër në Bruxelles për juri për produktet që hynë në Europë. Dhe thash, jo, më vjen keq, por nuk është e mundur. Okej, atëherë ndërkohë thrasim një nga këto 4 të tjera që vajza që ngelin, shefe që ngelin, shkoj një tjetër dhe nuk ishte atë raportin me telekamerë dhe thanë produktori i Rajt, i televizionit Rajdues, tha që jo, nuk duam shefe të vërteta. Për televizionin do ishte më mirë një dikë që janë food blogger, që kanë një raport me telekamerë dhe nuk kanë emocione. Ndërkohë, kush merrej me këtë pjesën e organizimit, kishin gjetur në YouTube video Reze Dielli. Wow! Dhe ju jeni pak shkak i këtij kasti që unë kalova këtë kast. Më bëhet qefi, ku të kemi ftuar në shkuar, që ke qenë në kuzhina ke gatuar patullxhan me Albana. Ata kanë ndjekur kanë parë këtë në YouTube, kanë gjetur këtë material dhe thanë që okej, kjo në të vërtetë është një shefe profesioniste, po ka një raport me telekamerat, duket goxha mirë dhe kjo që është shkaku që ndër 30 vajza shefe unë u futa në kast, i bëra provën e parë. Albana, moj Silvan, Atisha dhe unë aty. Na kanë ndjekur nga Rajdue, kanë vlerësuar Silvanën nga performanca e saj në emisionin tonë dhe ndjem shumë mirë, ndjem krenare që të kemi ndikuar sa do pak, kemi dhënë si të thuash një shtys. Po, një shtys dhe tash është stina e dytë që bëra, do të thotë është viti i dytë që bëj pjesë në këtë emision. Mendojmë do jem pjesë e një emisioni gjatë verës, mbas disa ditësh. Si e ndjerë këtë sezon tani ti aty në program, aty vinë personazhe të ndryshëm? Atje vinë personazhe, janë të ftuar, unë gatuaj, më shumë është një show ku argëtohemi, gatuajmë dhe një personazh VIP italian është i ftuar im dhe gatuajmë bashkë dhe flasim për në çdo puntat sillim një rajon të ndryshëm dhe sillim 3 receta në çdo puntat, çdo të një rajoni të dedikuar dhe ndjem goxha mirë, është pjesë, jam shumë e lirshme, është një, pra kthehemi ke ajo që thash më parë, kur jam në kuzhinë nuk e mendoj, e njëjta gjë dhe me emisionin. Nuk jam më se qetë, për mua është argëtim, është kënaqësi dhe nuk quhet punë. Dhe nuk e marrë me sesi që janë ato orët e kuzhinës që kalojnë dhe i bën sepse... Në ato prezentim dashamirës në fakt që bashkë prezentuesit dhe producentët të kanë sjell në ekranin dhe në familjet italiane përmes rrjetit kombëtar televiziv italian, u bë qefi që ti nuk haron të përmendosh se nga vjen. Pra dhe ata kur të kanë prezentuar, si shqiptare. Është identiteti im dhe nuk mohohet, unë them kam një shtëpi këtu, ku gjeta, sepse normal italian ka dhënë shumë gjëra, por normale unë jam rritur, lindur dhe krijuar dhe jam shqiptare dhe jam shumë krenare për këtë dhe nuk harrohet asnjëherë. Është shumë sukses do të vijoj projekti, do të vijoj dhe përveç se punës si di të bësh kaq mirë me profesionalizëm, me shije ku emryt komentohet thirrje dhe të është si thua ekstrakti i shijimit brenda emrave dhe personaliteteve të ndryshme, pse jo dhe kjo pjesa e ekranit të shkon për ta treguar më bukur. Tani përveç këtyre të rejave që mësuam, pra si pjesë e programit televiziv në Rajdue, unë di që ti je dhe imazh i përparësës franceze dhe je para italiane.
si shefe guzhine për imazhin një përparëse të famshme të një kompanie franceze, apo jo? Më trego pak për këtë eksperiencë, ndërkohë do të shoqërojmë edhe me pamjet që kemi. Jo, edhe kjo është një diçka shumë rastësisht që u gjenda në një kontest ku më thanë që duam në këtë katalog 2025 dhe 2026 do donim të bëje pjesë, ku nuk jam si modele, po jam një shefe, ku futen të gjithë shefat në nivel botëror, ndër më të mirët, ndoshta më të, se ka dhe shefa që janë shumë të mirë dhe nuk kanë dalë më pa, që është e vështirë kjo fjalë që them ndër më të mirët, po ndër më të njohurit. Dhe më thanë që je italiane e parë që futesh ndër 30 vite që është kjo markë, që je futur në katalogun tonë. Dhe shkon në Amerikë, në gjithë botën, dikur ke punuar shumë për emrin të, po tani emri yt po punon për ty, apo jo? Dhe këto ftesa nuk janë të rastësishme, janë pas një backgroundi dhe një pune të jashtëzakonshme që ti ke bërë me veten. Po, them se është dhe pak fat, është dhe pak se unë jam pozitive, shoh anën pozitive në çfarë do lloj situacioni, jam solare, thuhet italisht, domethënë jam gjithmonë me diell pozitiv brenda vetes dhe çdo gjë e marr jo me atë rëndësinë e duhur ndonjëherë, por e marr me lehtësi, në mënyrë që nëse bëhet mirë, okay, nëse s'bëhet, është gjithmonë një diçka e bukur. Dhe kjo më ka ndihmuar që të gjendem në situata ku... Po. Një tjetër medalje që ndoshta su përmend një ser, po doja ta ndanim edhe me publikun ton, është medalja e artë që ti ke marrë në Athinë, ku ke përfaqësuar Shqipërinë aty, apo jo për kuzhinën mesdhetare. Albania Chef është hera e parë që bëj pjesë në një kampionat kuzhine, ku prezentova Shqipërinë, do të thotë me asociacionin Albanian Chef, dhe ndër 16 shtete morëm medaljen unë them morëm, se nuk isha vetëm unë aty, po kisha flamurin. Aty përfaqësove Shqipërinë, po Italinë ku ele në çfarë vendi? Diku ke vend ti 6. Dhe ishin shtete, ishte Korea, ishin shumë shtete të tjera. Ishte event botëror, po kuzhinë mesdhetare, çfarë gatuve aty? Po, mesdhetare, mund të bënte pjesë çfarë do lloj. Po, bëra një diçka shumë të thjeshtë për mendimin tim, po të pastër. Domethënë një fileto viçi, kishim 40 minuta kohë, me 3 tipe çokolate të vënë brenda, çokolati ose si produkt përfundimtar i ëmbël, po flasim për bathën e kakaos, flasim për masa, po, kjo është masën e kakaos, dhe janë ushqime që përdoreshin dikur në kohën, flasim edhe në vitet 1800, dhe futa këto 3 produkte, përveç filetos, një salsë olandeze me agrume, dhe pak tartuf final, dhe kjo ishte pjata, e bëra shumë thjesht, thjesht do më thënë të pastër, me një identitet, dhe isha më së qetë këtë pata mundësi, kur afër në krahun tim të djathtë ishte Korea, po rikrionin me karkaleca, një misër, pas ca strukturat pa parë, thash, po unë po vazhdojmë atë time dhe shumë e qetë. Isha shumë e zëndë në momentin kur ishin duke dhënë çmimet, unë isha në kuzhinë duke sistemuar pjesë atrecaturat që më duheshin për të, dhe më thëritën hajde se janë duke dhënë çmimet. Shkova ishe në një moment fundit dhe kolegu imi italian tha komplimente, thash komplimente për çfarë nuk e kuptova, po janë dhënë të gjithë emrat, po japin çmimin e dytë, do të thotë që ka ngel vetëm një dhe do të thotë që jeti, okej, në rregull. Talenti është talent. Dua të them që ndonjëherë nuk është gjithë ky dedikim, improvizohet sepse jeta është familje, punë, shumë gjëra, domethënë që shkëputesh, shkosh në Athinë, do të thotë që ke lënë dikë, një kuzhinë mrapa, një aktivitet mrapa, dhe nuk ke atë kohën që të bësh çdo gjë me qetësi, sepse jemi përveç kampionatit bëjmë punën e përditshme, ndjekim, kemi përgjegjësi familjare, kemi përgjegjësi dhe kuzhinë ku duhet të jesh një prezencë e përditshme dhe jo gjithmonë një shkëputje nga jo, mund të japësh maksimumin, do të thënë ndonjëherë është dhe peripeci, domethënë po e provon sepse është bukur të provosh dhe të bësh diçka më shumë përveç asaj që është rutina apo puna e përditshme. Po, puna e përditshme, si shefe kuzhine që ne e dim se sa orë të zgjatur e sa kohë të merr dhe sa impenjim ka, po të marrësh pjesë edhe në evente të ndryshme, e thirrur gjithandej.
është e vështirë të balancosh dhe jetën familjare, nënë e 2 fëmijëve, apo jo? Po. Si menaxhon ti këtë pjesë? Pak për veten, se pak me palestër tha merrem Silvana, se si të ruash edhe linjat është e vështirë, të jesh dhe shefe kuzhine dhe të jesh dhe kaq elegante. E bëj në mënyrë jo konstante, por mundohem sepse nuk është vetëm një diçka estetike. Është dhe një diçka sepse vitet kalojnë dhe trupi ka nevojë për një strukturë muskulare cila të lejon që ti të bësh ato punën. Domethënë është dhe një benessere, një mënyrë jetese e shëndetshme, se duhet bilancuar çdo gjë. Kështu që me pak sakrificë arrit të gjej pak kohë minimale, domethënë të thuash e je palestruar diçka në çik më impenjative, por mundohem të ashtu, në të njëjtën kohë dhe me fëmijë të organizohem, jam e fat se janë 2 fëmijë të mbar, përgjegjës të mirë, njëra merret me sport, tjetra domethënë janë dhe ata goxha të impenjuar dhe të fokalizuar. Publiku shqiptar që këto medaljet e arta nuk vinë në familjen e Silvan vetëm nga Silvana, sepse është dhe vajza që është një kampione në sportin e gjimnastika ritmika. Që ka marrë medalje pa fund, ka fituar vetëm 12 vjeç dhe ka sjellë gjithë ato medalje në shtëpi, është pasionante në këtë sport dhe do arrijë majat. Pra 2 kampione në shtëpi janë në garë me njëra tjetrën në konkurrencë. Ndodh ndonjëherë që dalim të dyja nga shtëpia dhe themi kush do sjelli Floririn sot. Është një farë sfide. Bukur, shumë suksese dhe kjo është merita juaj. Për t'i dhënë kohë lirinë dhe për t'i ndjekur pasionet pavarësisht angazhimeve dhe vrullit të jetës me cilën një shefe kuzhine e kalon atë. Dhe doja të dija pak, prindrit e tu të ndjekin me shumë krenari, besoj, për arritjet në ekran, për arritjet në fushën profesionale, jetojnë këtu apo jetojnë jo? Prindrit e mi, familja ime jeton këtu, më ndjekin, mami më ndjek gjithmonë, kam një rivalitet të vogël me kryeministrin. Pse? Kam një rivalitet sepse babi im në qofse unë në të njëjtën kohë dalë në televizion në Rai 2, e pyes mamin, më pa babi, jo, ishte Edi Rama dhe ishte, domethënë zgjedhat dhe kam këtë rivalitetin se ai preferon, babai im preferon të ndjeki lajmet dhe Edi Rama ndonjëherë se sa mua. Ti besoj të ndjek në YouTube. Po ja fal me këtë. Ja besoj sot do t'jetë duke ndjekur Silvana dhe nëse ke një përshëndetje për prindrit ne ta japim këtë mundësi dhe këtë hapësirë këtu në rrezën tonë. Shpresojmë ndërkohë të mos kenë ndonjë aktivitet kryeministrit dhe babit na i kena ndjekur. Shpresojmë që jo në këtë pikë. Jo, i falenderoj për dashurinë, i falenderoj për çdo gjë që na kanë dhënë, me ato pak mundësi që kanë pasur, kanë dedikuar jetën ne për, domethënë në mënyrë jo egoiste, po totalisht, për të na dhënë gjithë këto gjëra dhe them se. Në emocionove dhe janë lot mallin mbi të gjitha dhe të kujtojnë fillimet e tua që jo për këtë do janë të vështira, sido që tjetë largësia, ndarja nga vendi, nga prindrit, gjithsesi për ta kaluar pak të pjesa. Kur ti vjen në Shqipëri, them që i dedikoj çdo gjë atyre, domethënë çdo rezultati im është sepse siç e thash kur mora çmimin ndërkombëtar di buona volontà, do thotë që me aktivitetet që merrem, që jam e lumtur që u gjenda në një teatr në Itali ku shkova fillimisht si emigrante, më duke pamundur të futesha brenda, jo të isha në skenë dhe thash, unë kam një vlerë shumë të rëndësishme që një bagazh që babai dhe nëna ime më kanë dhënë, që do të thotë të përveshësh mangët dhe të punosh kudo që jenë. Dhe kjo vlerë nuk ka nevojë, dhe se është një valutë që nuk ka nevojë për shkëmbim dhe vlen kudo. Dhe këto i qenë fjalët kur mora çmimin, sepse normal që familja në ndërton, na jep pasaj të jep atë lirinë që ti t'jesh autonome në jetë dhe të kujtohesh që janë disa vlera që nuk humbin asnjëherë dhe t'i kanë dhënë ata. Që i dedikoha për çdo gjë. Edhe është puna ajo që të nderon dhe të nuk të lënë në balt asnjëherë, përveç se talentit edhe pasionit. Dhe këtë ti i ke të ndërthurura shumë mirë me njëra tjetrën. Për shembull, nëse ti kujton 25 vite përpara dhe ke filluar punën e parë si shefe kuzhine, kete një moment të bukur ku pronarja e restorantit të thaj që unë nuk mundem
më, po të lëtë ty guzhinën, vazhdojnë. Që prej ati momenti dhe në 25 vite, ti vazhdojnë të menaxhosh atë restorant. Nuk është një indi, se ai ka qenë Slow Food, do të thënë aty kam bërë për 16 vite, pastaj 16 vitet e para. 16 vite, tash janë 11 vjet që jam ke shefe e Venki Cioccolato. Po akoma jam në kontakt me zonjën ish pronaren, sepse është mbyllur tash është shumë e vjetër. Jam akoma në kontakt dhe kur dal ndonjëherë në për gazeta lokale italiane apo ashtu, ajo direkt në nis foton dhe i them shif se është merita jote. Jo, nuk është e vërtet, thotë ajo, gjithmonë vazhdon atë, nuk është e vërtet, ishe ti shumë e zonja. I them, ishe ti që më dhe mundësin fillimisht dhe nuk harrojnë asnjëherë këtë, është njësoj si familja, nuk harrojnë vlera kush jam unë sot, ma ka dhënë familja. Si shembull, se domethënë nuk më ka dhënë mundësinë që unë, po shembulli konkret domethënë kur ke një edukat familjare, punëtore, që kjo është jeta, ti je me shpatulla të hapura dhe me këmbë në tokë kur del kudo që t'jesh. Është e njëjta gjë dhe në ambienti ku ndolla. Fillimisht dhe dua të them që më ka dhënë një impakt pozitiv sepse u gjenda në një ambient pozitiv dhe unë këtë nuk e harroj, sado mund të kem qenë unë e zonja. Kështu që është një ndërthurje e përbashkët që akoma sot mbas 25 viteve shkruajmë me njëra tjetrën kur del një lajm i bukur se më konsideron si vajzën e saj. Duke të ndjekur në ekran, duke lexuar, shfletuar revistat, gazetat që shkruajnë për ty, sepse ke një agent të ngjeshur dhe të suksesshme dhe me dritë brenda, që ka gjithmonë rezultate pozitive. Tregu pak për trendet e sotme të gastronomisë. Po rikthehemi. Të kombinimet janë të çuditshme, mish me të ëmbla, agrodolce. Po jo, agrodolce është janë ato shihet bilancimet se duhet të jenë 4 komponente, 5 komponente në një pjatë. Nga kroka, nga e tharta, nga e kripura, nga umami, që është ajo shija që të përmbledh të gjitha, nga krokante, nga sensacione, do të thonë për të krijuar një bilanc. Normale që duhet të kesh një njohuri që t'i bësh këto, nuk mund t'i bësh rastësisht që t'i bësh gjitha bashkë, por unë jam e ides që kuzhina sot po kthehet mrapa. Ke rënjët. Po, ke rënjët. Sepse po kërkohet pjekja me dru, po kërkohet sepse i japin ato afumikato, i japin atë shihen që sado teknologjia ka ecur përpara, për disa gjëra janë instrumente pune të avancuara, por disa gjëra duhet të rikthehemi mrapsht dhe po ndodh kështu. Siç është njësoj dhe me produktet. Nuk kanë më shije një buke, të themi, fshati e bërë dikur, unë kam një kujtesë sikur dukej diçka ne nuk jemi me fat, apo ne jemi të varfër se po ham këtë, ajo sot nuk gjëndet, në më thënë po humbë dhe ajo shia. Kështu që kuzhina po mundohet të kthehet mrapsht dhe të ruaj dhe të nxjerrë në pa ato që janë shijet e dikurshme. Duke i respektuar, dhe më thënë, ajo segreti jonë, dhe më thënë, është përgjegjësia, nuk është segreti, është përgjegjësia një shefi të ruaj bazën të banin e traditës. Jo vetëm atë, po të ruaj produktin, do më thënë të mos ta shkatëroj. Sa rëndësishme është për ty vetë, si shefe kuzhine, që në pjatën që ti ndërton, të kesh të ekuilibruara edhe shijen, edhe estetikën, por edhe elementet nutricional të recetës. Pra që ky individi që do ta konsumoj pjatën, ti alternoj të treja. Shijen, estetikën edhe shëndetin. Po, është më e thjeshtë se ç'duket, sepse tashmë punojmë në mënyrë automatike. Domethënë që një pjatë është 180 gram, një pjatë ashtu. Ndër këto 80 gram është pjesa e proteinës, 35% duhet jenë salsa, pjesa tjetër duhet jetë karbohidrato dhe një pjesë tjetër krokante dhe është automatike, domethënë është pjesë e zanatit dhe pastaj ke bukuria është diçka relative, sepse ndonjëherë një bukuri e egzageruar kërkon ato kohën e vetë dhe pjata nuk del në mënyrë të tillë. Kështu që është relative, nuk bukuria është diçka, edhe një diçka e thjeshtë është e bukur. Dhe mund të jetë më e shijshme se diçka e më e kuruar, për shembull. Siç rasti i çmimit që more që the ishte pjata më e thjeshtë, jo shumë e ngarkuar. Për mua ishte më e thjeshta duke parë shtete të tjerë botëror që po krijonin gjëra madhështore, po në të njëjtën kohë unë dojta sepse juria vlerëson. Janë pikët e para, janë se ti e përdor një produkt, domethënë e fut në frigorifer e nxjerr, mbi tavolinë është një rregull.
sa ngrohtë ishte, sa krokant ishte, se mishi ishe pjekur në atë kohë, se salca ishe ekuilibruar, sepse pjesa krokante, do më thënë kisha të psene vetë ishte me lidhje, se pjesa vegetale ishe i trajtuar mirë. Do më thënë janë shumë gjëra unë duke qënë dhe në juri vetë, do më thënë njohë shumë mirë reguloren dhe e dija se çfarë kërkon. Kështu që në disa bukurira të egzageruara ndonjëherë nuk kanë atë esencën e duhur. Edhe efektin e duhur. Të lodh hartimi nga e para i një menuje? Do t'jesh ti prezent, më trego pa nga dita jote, që tek përzgjedhja lëndës së parë, pazaret, hartimi menus, të gjitha elementet që përbëjnë punën tënde. Fillohet nga stina, në më thënë atë që ofron merkati dhe nga merkati i thjesht popullor, do më thënë ku është nga fshatë, produktet sezonal i fshateve jo në supermarket. Ne kemi fatin që jemi në një zonë paka shumë malore dhe e shkëputur pa nga qyteti. Do më thënë këto gjëra, këto realiteti akoma sot i gjej. Fillon nga aty, fillon pak nga kërkesa e publikut, nga tipologjia unë ndjek disa kuzhina, dhe nga tipologjia, për shembull, sepse ka njëri ndër lokalet është i fokalizuar mbi drekën, dreka duhet diçka lehtë, domethënë e konsumuar shpejt sepse njerëzit kanë pushimin e drekës. Dhe ka kuzhinë tjetër që është një darkë, do të thotë, apo evente institucionale të cilat bën një apericena, do të thotë një bufe me antipasta dhe një pjatë ngrohtë e shërbyer. Kështu që janë të gjitha për të ndjekur në mënyrë të ndryshme, duke filluar nga perimi dhe produkti sezonal, nga kërkesa e klientit, nga realizimi dhe testimi i pjatës, sepse kjo është një pjesë që i dedikohem mbasi kam bërë këto pasazhe, dhe testimi dhe provat e pjatës është se si përgjigjet në klientin në ditë. Për mua ngelin ato pjata që shkojnë. Nuk ka rëndësi se mua është e preferuara ime apo jo. Funksionon që është klienti që zgjedh. Dhe disa ngelin mast. Do më thënë, ka pjata që nuk hiqen, ato nuk mund t'i heqen, sa ato ke Silvana gjenden gjithmonë. Dhe pastaj është kjo ndrimi pjesa që ndrohet. Klientela shqiptare është frekuentuese në restorant që punon? Jo, sepse janë disa që janë të mbyllur, janë në një cirkuito ku... Të lokalizuar. Po, të lokalizuar të federacione, asociacione, ku nuk... Ndërsa ke njëri nga këto lokalet, po mund të qëllojnë dhe shqiptarë. Të ka ndodhur ndonjëherë, ose më pëlqen këto reagimet që kanë klientët nga shijimi i pjatës, kur ti përgatit atë menun e re, apo ku vjen dhe shijon dorën e Silvanës? Në një kompliment që të ka marrë më shumë vëmendje, të ka mbetur në mendjen tënde? Jo, në mendjen time bëra një darkë për kryetaren e komunës, që ishin gjithë autoritetet e zonës, për fjerën ndërkombëtare të gështenjave, sa tjerë zonë e gështenjave, dhe unë për Zlo Food duhet krijoja pjata vetëm enkas për këtë fjerë dhe e bëj gjithmonë. Dhe akoma kanë kaluar 2 vite, kthejnë klient tonë, e mban mend atë raviorin që na bë, po pse s'na e bën? Se e krijova atë ditë, e bëra për atë event dhe sinqerisht e mbaj mend dhe se mbaj mend. Nga që tamam ke këtë dhe i dedikohesh atij eventi dhe kthehen, reagojnë në mënyrë shumë pozitive dhe rikthimi dhe kërkimi i pjatave është përgjigje çdo gjë. Është motivim më shumë. Në shtëpi gatuan? Në shtëpinë tënde apo një shefe nuk gatuan në shtëpinë e saj? Jo, gatuaj në mënyrë të organizuar, diçka që duron për 2-3 ditë, domethënë perimet i gatuaj për një herë, po mundohemi të bëjmë gjëra të shpejta dhe të shëndetshme, sepse ushqem në mënyrë të shëndetshme, ushqefmi në mënyrë të shëndetshme dhe jo të shumë të elaboruara. Kur thua në mënyrë të shëndetshme, që do të thotë i referohesh produkteve të stinës, produkteve të gatuara në shtëpi dhe jo atyre të përpunuarat. Jo të përpunuarat. Gjërat, domethënë, fillohet mëngjesi me vezën, me zjerë, me domethënë në mënyrë kategorike, me avokadon, me një tost, pse jo, me një çaj të mirë, me një kos. Kalohet ke dreka, pjata është unike për fëmijët se ka nevojë të rriten dhe të ushqen në mënyrë shëndetshme, pra gjithmonë e ekuilibruar, perimja nuk mungon asnjëherë. Këto dhe fruta mjafton domethënë në shtëpi nuk futen ushqime të përpunuara apo të rafinuar. E kuptova. Turoj shumë suksese, Silvana, dhe të falenderoj shumë për bisedën e ngrohtë. Ne po na pret Albana në kuzhinë, kështu që unë do të ftoja të shkojmë në kuzhinën tonë për të degustuar këtë herë. Këtë herë të kemi ndryshuar pozicionin, rolin, dhe nuk të ka ndodhur shpesh që ti
të degustosh të tjerët, të kemë ftuar. Thjesht i ke ftuar, do janë më të rralla këto raste. Kështu që do t'ju lë bashkë, sepse një shefe e kemi në ekranin e Report Televizion, në Reze Dielli, dhe shefja tjetër e kuzhinës, në Rajdue, në bashkë drejtim me personazhe të njohur të jetës së fushave të ndryshme italiane. Më bëhet qefi sepse kur shoh femra që janë të dedikuara kuzhinës, karierës, dhe pse jo jam gjithmonë krenare për ty, të ndjek nga larg, të ndjek nga ana tjetër e detit, të bëj komplimentet e mia, ju bëj komplimentet e mia për këtë emision të bukur. Të shohim çfarë ke gatuar sot, më thuaj. Të t'i prezantoj unë, dëshiron? Po. Kemi nisur me një kulaç. Wow. Një kulaç ka brenda domate të thata, ka ullinj, djath, fara susami. Shumë bukur. Me një brumë të ardhur, të lënë edhe pak sot, për të lënë edhe të zënë disa erë. Kemi kaluar me pulën e famshme, me thërime dhe qudhara. Tradita. Si që ishim dje, kishim dhe kulaçin, kishim gjithë bukët e Shqipërisë, kulaçin e Çamërisë dhe të tjera, dhe jemi në temë. Në temë për me atë që po diskutonim pak më përpara. Ne gjithmonë këtu në kuzhinën tonë kemi bukri për zemër. Gjithmonë është bukri për zemër dhe dashuri. Kemi kaluar tek një recetë e ftohtë që është kështu pak më moderne, le të themi, po prap tradicionale për kuzhinën italiane, ndoshta, një supe ftohtë me perimet e stinës. Që shkon shumë mirë me kulaçin që kemi aty. Po. Një ëmbëlsirë pastaj për të pritur miqt e veçantë, me një pec sfoljat me bajame, çokoladë të zezë dhe darkë, spërkatur pudrosur me plur sheqeri. Si të duket? Komplimente, më duket shumë mirë, shumë e ekuilibruar, se edhe këtu edhe pse është ëmbëlsirë, fruta e thatë jep atë, çokolata e zezë ka energjitë e veta, pastaj kemi dhe dardhën, kështu që do të them që është një ëmbëlsirë po e lehtë. Silvana, unë shpresoj shumë që të shohim përsëri Rajdue këtu në Reze Dielli. Edhe pse jo të na bëj dhe një ftesë. Po pse jo? Unë mund t'i bëj një ftesë, mund t'u bëj një ftesë këtu, pse jo? Them se mund të bëhet edhe kjo. Ju falenderoj për mirë pritjen, ndjem gjithmonë shumë mirë, komplimente për emisionin, falenderoj publikun e Reze Dielli, dhe do fshihemi sërish me ndonjë projekt tjetër ose në Rajdue. Me siguri me ndonjë medalje të artë nga Silvana, me ndonjë event që e ka bërë pjesë për shkak të profesionalizmit edhe emrit me cilin ti ke punuar fort për të arritur kështu në pjedestal. Faleminderit dhe shumë suksese. Të lumshin duart, Albana. Të lumshin duart. Faleminderit. Një krenaria jonë.